Çfarë pason pas përtrirjes së niyetit? Pason pendimi I sinqert. Aty ku ka niyet të pastër, qëllim të qiltër, me niyet duhet të ketë edhe pendim të sinqert. Sepse ai I cili tregohet I sinqert, mundohet që ta përmirësojë niyetin e tij në raport me Allahun e Madhërisëm, detyrimisht duhet ta kuptojë se e kaluara e tij ka akumuluar mëkate të shumta. Prandaj është e nevojshme që ta përtrim edhe çështjen tjetër, atë të pendesës së sinqertë. Besimtari I cili në prag të Ramazanit ja përkujton vetvetes pendimin e sinqert, e ndërton një të ardhme krejtësisht ndryshe. Pra, mundohet që ta pranoj këtë mik madhështor, që është muaji I Ramazanit, me një zemër të pastër, që buron nga një pendim I sinqert, përjetimin e këtij muaji do ta ketë krejtësisht ndryshe. Prandaj Allahu në Kur'an vazhdimisht na udhëron, madje pa asnjë përjashtim, I përfshin të gjithë, dietar, musliman e besimtar në përgjithësi, që ata të pendohen, sepse natyra njerëzore është gabimtare dhe harrestare, dhe si e tillë ajo ka nevojë për përtrirje të pendimit. Prandaj Allah thotë: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni të gjithë, pa asnjë përjashtim, të gjithë ju besimtarë, tek Allahu I Madhërisëm, në mënyrë që të shpëtoni. Pra Allahu e ka ndërlidhur shpëtimin, madje e ka garantuar atë përmes pendimit të sinqert. Nuk ka atmosferë më të përshtatshme për të penduar se sa atmosfera para Ramazanit. Dhe nuk ka mundësi përfitimi dhe përjetimi më të mirë se sa në prag të Ramazanit. Ai që futet në Ramazan I penduar sinqerisht, do të jetë krejtësisht ndryshe për një tjetri I cili e lë pendimin për në fund të Ramazanit. Normalisht, gjatë muajit të Ramazanit ne duhet vazhdimisht që ta ripërtrim edhe pendimin, por ripërtrirja e pendimit para Ramazanit ka një përjetim krejtësisht tjetër, sepse përqendrimi ynë në këtë muaj do të jetë jashtëzakonisht I lartë. Andaj edhe dëshira për të përfituar nga ky muaj do të jetë krejtësisht tjetër. Allahu I Madhërisëm për ata që pendohen sinqerisht tregon se ka benefite të shumta. Prandaj thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju besimtar, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Mënyrë që Allahu juve tua azgjësoj mëkatet, tua shlyej jeton. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dhe t'ju fus në xhenete në të cilat vjedhin lumej. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Në ditën kur Allahu nuk do ta poshtëroj pejgamberin e tij dhe as ata që ishin me të, pra pasuesit e tij, dëgjuesit e udhërave të tij, si dhe aplikuesit e mesazheve të tij. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Ata do të ndriçojnë para tyre si dhe në të djathtën e tyre. Dhe do të thonë: Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. O Allah, plotësoje nurin ton, shtoje atë dhe fali mëkatet tona, sepse ti I plot fuqishëm për të vepruar çdo gjë. Allahu përmes këtij ajeti na tregon se sa e rëndësishme është që të pendohemi vazhdimisht në jetë, e sidomos para një mundësie të ardhë përfitimi siç është arritja e muajit të Ramazanit. Kështu që vëllezër dhe motra, mos e neglizhoni pendimin e sinqert para muajit të Ramazanit, nga se kjo do hap të gjitha horizontet e nevojshme, në mënyrë që kur të futeni në Ramazan, do të futeni me një ndjesi krejtësisht ndryshe, me një përjetim jashtëzakonisht thellë dhe me përfitime enorme sipas asaj që është premtuar nga ana e Allahut dhe është treguar nga ana e Rasulullahut alayhi salatu wasalam. Allahu na mundsof që të pendohemi para Ramazanit, që ta përjetojmë atë dhe këtë në fund të dalim fitimtar e faqe bardhë. Allahu ju ruajt dhe ju nderoft.